Jemi rikthyer në studio tani për të folur për disa statistika që na vinë në këtë muaj të parë të vitit, në këto ditë të para të vitit. Bëhet fjalë për punësimin. Sipas Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe të Aftësive, vetëm në javën e parë të janarit janë shpallur 272 mundësi punësimi nga punëdhënës të ndryshëm. Shumë, jemi deri këtu. Ka një kërkesë të lartë për punonjës në këtë fillim viti. Por ajo çfarë është më interesante dhe për të diskutuar është fakti se mbi 230 prej këtyre kërkesave vinë për një nivel kualifikimi të vendeve të punës të orientuara drejt punonjësve me arsim të mesëm. Dhe ne këtu do të ndalemi në diskutime të cilat do të na zbërthejnë të gjithën këtë tendencë me eksperten dhe konsulenten në burime njerëzore Alma Sulçe, e cila në 20 vite eksperiencë duhet ketë hasur në shumë tendenca të ndryshme të punësimit, kështu që mund të bëjmë edhe një krahasim mes viteve. Alma, të përshëndes dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Viola dhe të falenderoj shumë. Kërkesat të larta për punësim gjatë vitit 2026. Sa po ka nisur është vetëm java e parë, 273 kërkesa të shpallura për punonjës. Është një shenjë pozitive për ekonominë, për tregun e punës, si ta shohim? Është një tregues pozitiv, tregon që ka poste vakante, nuk do thotë domosdoshmërisht zhvillim ekonomik. Është një shifër që nuk tregon domosdoshmërisht që këto pozicione janë rishtazi të reja, janë zakonisht në janar bëhet dhe planifikimi i vitit që vjen dhe shumë kompani i publikojnë pozicionet, por jam shumë e bindur që një numër shumë i madh i këtyre pozicione janë të mbartura nga viti që kaluam. Thjesht kanë marrë kohën e tyre për të ripublikohen. Në të përditshmën time, gjithmonë më shumë kam punëdhënës të cilët kur komunikojmë me ta dhe diskutojmë për problemet që kanë në punësim, më thonë, Alma, nuk na ka ndodhur kursi tani, si këto vite. Ne publikojmë pozicione vakante dhe aplikojnë shumë pak. Kanë patur raste që për disa pozicione që janë shumë teknike, specifike, edhe aplikim zero i kandidatëve. Dhe kjo është shqetësuese. Ose dhe ato që aplikojnë janë, të themi jo në nivelin e duhur për qenë përshtatshëm për ato pozicione. Kjo sjell mbartjen që këto pozicione dhe ripublikohen. Por pa diskutim që janari është një muaj ku edhe bëhet edhe shtohen poste të reja për vitin që vjen. Na tregon edhe atë tendencën që ndoshta në dhjetor, pjesa më e madhe e tyre që kanë qenë të pakënaqur përgjatë një viti të tërë pune, heqin dorë përfundimisht duke nisur vitin e ri me objektiva të reja. Duhet të them dhe këtë, pra në lidhje me pyetjen që a tregon zhvillim, do me thënë, tregon që bizneset janë aktive, por duhet parë çfarë niveli janë pozicione që janë lançuar. Kryesisht janë pozicione të posteve më të ulta, themi ne, ose të për këto nivelet fuqipunëtore. Do me thënë, kryesisht nuk janë këto postet e larta. Kjo është një tregues, do me thënë që ka lëvizje, por jo domosdoshmërisht në një zhvillim cilësor i ekonomisë. Çfarë ka treguar eksperjenca, Alma, në 20 vitet e tua? Ai që heq dorë nga një pozicion i thjesht pune, nga një pozicion tërësisht teknik, largohet nga një ambient, nga një biznes, nga një institucion në cilin ushtron këtë pozicion. Kur e lë këtë punë, kërkon diçka më shumë, apo kërkon të njëjtin pozicion në një vend tjetër? Ajo që është shumë e dukshme është që kur një punonjës del në tregun i pa punë dhe kërkon punë, ka mundësi punësimi. Kjo është e para, ka më shumë se në vitet e më parshme. Ka edhe më shumë mundësi zgjedhje. Zakonisht këtë faza e parë që ato duhet të ndërpresin një marrëdhënie pune, kryesisht vjen edhe për të ardhurat, që nuk janë të themi të ardhura motivuese, paga apo benefitet, edhe për pasigurinë që mund të ketë, për mos perspektivën që mund të ketë tek puna aktuale. Pra këto janë arsyet kryesore pse mund ta ndërpresin punën. Ndërkohë kur dalin në kërkim për punë të re, domethënë në tregun e punësimit, ka shumë opsione. Por vazhdon e njëjta, do me thënë gjithmonë në Shqipëri, për fat të keq, është kjo pasiguria që do lë një punë, do filloj një punë të re. Është pasiguria kur fillosh punën e re. Është vërtet ajo çfarë ne na është ofruar në informacionin e parë, në fazën e aplikimit apo të intervistave. Pra ka rrisje, por zakonisht është arsyeja është për të ardhurat, nëse jam tek pyetja, pra tek të ardhurat që nuk kanë qenë motivues dhe tek perspektiva apo zhvillimi që kanë parë tek puna që ishin më parë.
Dhe pikërisht do të ndaleshim pak tek tendenca që unë e përmenda më herët. Arsim i mesëm, ky është kriteri kryesor në 230 vende pune nga 272 të shpallura. Pse? Edhe në një emision që isha para ardhës u diskutuar shumë kjo, që janë shumë, kërkesa e tregut është më shumë për këto postet, për pozicione teknike, për zanate. Sepse, edhe po ta analizojmë statistikisht, kemi një kompani, po them një kompani prodhuese, e cila kërkon kryesisht në numër, këto që janë me studimet e larta, mund t'jenë një e pesta dhe të tjerët janë të gjithë pozicionet të cilët janë teknike. Për shumë kërkon në një proces pune, një inxhinier mekatronik, por kërkon 5 apo 10 të tjerë që janë elektrik, hidraulik, mekanik, pra në procesin e prodhimit, mirëmbajtës, pra janë zanatçi, makinist, që nga pyronisti e deri tek të tjerë. Pra, janë industritë e tilla, të cilët dhe janë kryesisht industria e turizmi, është që vazhdon është në vendet e para dhe ndërtimi, janë 2 sektorët ku ka më shumë lëvizje dhe këto pa diskutim që kërkojnë kryesisht këto poste të ulta zanatçi dhe në ndërtim, dhe janë dhe këto si efekte, pastaj nga janë prodhimi imobilërive që kërkojnë, nga prodhimi ndërtohen të themi apartamente, rezidenca, dhe gjithë këto janë në gjithë sektorët e tjerë kërkojnë për shumë dhe mobilierët, kërkojnë mobilier, punëtor krahu, punëtor në prodhim, punëtor në logjistik, punëtor për transportin, për magazinimin, janë sektor të cilët kërkojnë këtë kategori. Nga në tjetëra, janë... Kërkohet, më falë, dua të them pse po kërkohet arsimi mesëm, sepse ne për vite me radhë, mendësia jonë, që të gjithë kur do studionim, të gjithë duhet të studiojmë, të përfundojmë studimet e larta dhe pretendonim që ne kishim të siguruar të ardhmen tonë. Ishte stereotip dhe standard që ne kërkojmë dhe sot. Por dhe ajo çfarë është më e gabuar ose që nuk po funksionon është që studimet e larta në Shqipëri nuk na orientojnë shumë drejt kërkesave të tregut. Pra ne marrim tituj, diploma, por nuk na aftësojnë për punët që kërkohen. Dhe kjo sjell. Pastaj janë shumë punë në disa sektor, janë shumë punë të cilët kërkojnë të rinj. Emigrimi, shumë statistikisht janë të rinj të cilët kanë emigruar më shumë dhe nuk e plotsojnë, pra kemi mungesat e burimeve njerëzore. Janë pozicionet të cilët kërkojnë edhe aspektin fizik apo dhe me orare të zgjatura. Dhe duhet patjetër që punëdhënësit të paguajnë shumë mirë, që ta atraktojnë dhe mos kenë turnover kaq sa kanë, sepse qarkullimi i punonjësve vjen pikërisht sepse janë të motivuar. Një pjesë kanë ikur, kemi mungesa për ato që janë qarkullojnë sepse nuk janë shumë të motivuar. Mendoj që i kanë më të zhvilluara edhe aftësitë e buta, pikërisht sa persona, sepse një nga diskutimet e shpeshta ka qenë kjo. Pra, tregut sot dhe më shumë gjasa ka të mbjetoj në një biznes, një punonjës i cili di më pak, por ka aftësi të buta më të zhvilluara në raport me një që është i mbi kualifikuar. Po patjetër. Pra sot kompanitë ose punëdhënësit nuk vuajnë për punonjës me dije, me tituj, me diploma, me tituj akademik, por vuajnë për punonjës të cilët janë të gatshëm, të mësojnë disa procese, të kenë të themi njohuri bazike, por të jenë të gatshëm të mësojnë disa procese dhe të jenë të qëndrueshëm dhe të punojnë aty. Do me thënë, sepse sot dhe teknologjia, nëse në një proces punë ose në një departament, për momentin, do me thënë, duhen njohuri ose drejtuesi departamentit ose këto specialistët kanë gap nga njohurit nga studimet, sot me search apo po them dhe me ChatGPT, mund zgjidhin shumë, mund ta plotësojnë pjesën e njohurive. Sot punëdhënësit vuajnë për punonjës të cilët të duan të mësojnë të punojnë, të jenë të prirur, të jenë të qëndrueshëm dhe të kenë integritet, të kenë përgjegjëshmëri, të punojnë shumë mirë të pavarur, sepse më shumë po vuhet për të themi për pjesën njerëzore, për besueshmërinë, për qëndrueshmërinë, për karakterin, se sa për dijet. Po e vuajnë shumë punëdhënësit. Pastaj është shumë e domosdoshme dhe shpjes ju takon punëdhënësve që këtë kategori duhet të dinë ta motivojnë shumë më mirë, sepse nuk e konkurrojnë fare të themi akoma emigracionin. Pse po vazhdojnë të ikin të rinj shqiptar?
edhe pse dukshëm duket që janë rritur pagat, përsëri të rinj po ikin. Elma, e fundit, nëse dikush kërkon punë sot, ku duhet fokusohet? Duhet të fokusohet tek kërkesat e tregut, tek industritë që janë realisht në zhvillim, dhe vazhdoj theksoj turizmi, ndërtimi, prodhimi, logjistika, shitjet, nga që edhe pa diskutim dhe sektori distribucionit është shumë me peshë në Shqipëri, dhe këto unë po e ndi vetë, do me thënë që shumë kompani kërkojnë salesmen, ose specialist shitje, mund të them në Shqip, dhe nëse para disa vite që gjenim leta është shumë e vështirë. Këto janë disa sektorë dhe duhet fokusohen kryesisht edhe pra te kualifikimet, te studimet e mesme profesionale, te kurset dhe kualifikimet të cilat i orientojmë drejt punësimit, ka shumë pozicione, por ka edhe shumë punë të cilët duhet jenë shumë të gatshëm, po e theksoj edhe një herë, të rinjt sot nuk janë shumë të gatshëm ose nuk e duan proceset e punës të cilët duhet të mësohesh dhe të kualifikohesh që në job training, të bëjnë një job training, të kualifikohen dhe të vijojnë aty. Pra, vazhdojnë të kërkojnë këto punët e specialistëve, punët që duhet kesh mbaruar studimet e larta, të jesh diku, thot, unë duhet jem një menaxher. Po ndonjëherë duhet t'jesh të përshtatesh tregut dhe nevojës. Po, duhet kesh një zanat, një profesion dhe je shumë okej në çdo aspekt. Unë falenderoj për bisedën, e dim tashmë se cila do të jetë tendenca për vitin 2026 dhe ku duhet të orientohen të rinj.